Gjykata Penale e Tiranës ka dhënë vendimet më të rënd penal ndaj Dan Hutrës, duke dënuar me burg të përjetshëm dhe urdhëruar që dënimi të vuhet në një burg të sigurisë së lartë. Vendimi posoi pretencën e prokurorisë, e cila akuzoi Hutrën për vrasje të 3 fishë me paramendim, plagosje të rëndë dhe tentativë vrasjeje. Krimet ronditëse ndodhen në mars të vitit 2023, vetëm pak ditë pasi Hutra ishte liruar nga burgu. Ai kishte një precedent më parëshëm për vrasjen e bashkëshortes së tij të parë. Sipas dosjes hetimore, sulmet i kreu për shkak të marrëdhënieve të mëparshme personale, por edhe me qëllim hakmarrje ndaj disa personave të lidhur me të burgosur të tjerë. Sipas akuzës, Dan Hutra fillimisht plagosi me thik një grua në zonën e Astirit. Më pas, ai udhëtoi drejt Paskuqanit, ku hapi zjarr në banesën e ish bashkëjetuese së tij, Elena Hysi. Në këtë sulm betën të vrara motra dhe kunata e saj, ndërsa nëna e saj Kemete Hysa u plagos së rënd. Vet Elena Hysa shpëtoi e gjallë, por me plagë të rënda. Gjykata i gjeti Hutrën fajtor dhe për vrasjen e Mevlute Sadikut dhe Hasime Dafkut, të cilët ai e akuzonte për ndërhyrje në marrëdhëniet e tij me ish partneren. Viktima e tretë, Leva Kurti, u qellua për vdekje për shkak të lidhjes së saj familjare me një ish të dënuar, me të cilin Hutra kishte pasur konflikte gjatë qëndrimit në burgun e Drenovës. Ai ka kryer të gjitha veprimet me vetdije të plot dhe me qëllim për të vrarë në një akt të planifikuar dhe të ftohtë, thuhet në vendimin e gjykatës. Avokati i pandeurit ishte caktuar nga shteti, ndërsa veti i akuzuari nuk ka kërkuar ndonjë lehtësim apo shprehje pendese gjatë gjykimit. Me këtë vendim, drejtësia mbyll një prej çështjeve më të rënda kriminale të viteve të fundit në vend.